Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush ngjarjet që në fakt kanë ngritur dyshime të mëdha brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Publiku është në mëdyshje se si do të shkon ky televotim, publiku është në mëdyshje se çfarë po ndodh brenda kësaj shtëpie dhe sa dorë ka produksioni, pasi që Egli Tako ditën e djeshme, gjatë një momentit kur u ngrit nga pozicioni ku ishte shtrirë te krevati i saj, kur e thërritën në dhomë të rrëfimit, Egli Tako bëri një reagim të çuditshëm që në fakt ka bërë jehonën e madhe në rrjetet sociale. Në momentin kur Egli ngrihet nga krevati, thotë edhe 2 ditë, o Zoti i Madh, edhe shpëtojmë. Gjatë kohës kur produksioni e thëret në dhomën të rrëfimit. Me njëherë fansat, me të drejtë, ka nisur të aludojnë se çfarë po ndodh me Eglin, çfarë po ndodh me produksionin, përse produksioni po bën gjithë këtë zë. Mos vallë është një lojë mes produksionit edhe Eglit për të menaxhuar situatën e këtij, domethënë kanë ngritur shumë pikpyetje dhe shumë aludime rreth ngjarjeve në shtëpinë e Big Brotherit. Unë nuk dua në asnjë mënyrë ta besoj që produksioni i ndan banorët për të krijuar një afeksion, për të krijuar një show, për të krijuar një lojë të rëndë për banorin tjetër. Këtë nuk dua ta besoj fare. Unë gjithmonë dua të besoj që banorët janë të gjithë të lirë, të bëjnë çfarë të duan, të sillen si të duan dhe të veprojnë si të duan. Unë këtë dua ta besoj. Dhe në fakt këtu qëndrojmë më së shumti. Edhe pse ishte ky reagimi i Eglit, unë mendoj që Egli është të lodhur më brenda kësaj shtëpie, ndoshta ka marrë një shumë të mirë konsiderueshme për rikthimin e saj, sepse ndikojnë klikimet, ndikojnë viralitetin, ndikon fama që ka Egli dhe mendoj që kjo është një arsye shumë e fuqishme e rikthimit të Eglit në shtëpinë e Big Brotherit. Por gjithsesi, kjo ka ngritur një lloj dyshimi shumë te publiku përse Egli reagoi kështu. Banorët janë tashmë të qetë. Edhe pak minuta i ndajnë për të zbuluar finalistin e dytë, gjesti nëpër shtëpi shkonte herë tek Lori, herë tek Danja dhe mezi presin që të mbaron ky format të dalin, të jenë të lirë në jetën e tyre, të veprojnë të lirë, të luftojnë të lirë dhe kjo ka qenë në fakt momenti i tyre më i bukur kur Ledioni publikoi finalistin, publikoi datën e finales. Tashmë do të shohim se çfarë do të bëhet. Egli është më e votuara për të qenë finalistja e dytë. Laertit indikoi shumë deklarata që bëri, por siç duket produksioni po i vë shumë para zgjedhjeve banorët, që banorët japin mendime të këtilla, japin qëndrime të këtilla, japin momente të këtilla që thon o Zoti i Madh, edhe 2 ditë do zjatën kjo gjëja dhe do mbaron. Do me thënë, është kjo një reagim i Eglit që siç duket Egli nuk është e lumtur apo nuk është e gëzuar dhe ka qëndrime të këtilla. Doja të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë? Produksioni ka gishte banorët dhe banorët ndjehen shumë të kërcënuar apo njëkohësisht ndjehen shumë të përdorur nga produksioni, apo se çfarë do të ndodhte me Eglin që produksioni e thërriti në dhomën e rrëfimit. Ndoshta Egli nuk dëshiron të rrëfehet për gjestin, mund të kemi një sekret që mund të ndodhën të martën, apo është thjesht Egli që e di që do shkon Laerti në finale dhe bën këtë gjë o Zoti i Madh edhe 2 ditë. Unë nuk dua të besoj që Big Brotheri është një skenar për të gjithë ne, sepse nëse do të ishte një skenar, atëherë do të thonë do të ishte jo e drejtë dhe nuk do të ishte koherente kundërdrejt publikut për të gjithë atë se çfarë po ndodhen. Dua të marr mendimin tuaj për këtë çështje dhe për këtë situatë.